تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Falenderimet dhe lavdrimit të takojnë vetëm Allahut te baraka wa taala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimin ton të dytë në librin ton të ri, libër ky që titullohet Fusulun fil Adab. Aleikum salam wa rahmatullah. Libër ky që titullohet Fusulun fil Adab wa Makarimil Akhlaq ash-Shar'iyya. Pra kapituj mbi etikën e bukur dhe virtytet e larta të moralit sheriatik, apo të moralit, apo moraleve të lidhshme. Dhe në mësimin e parë, si edhe zakonisht, ishte mësim, apo themi një parathënie, ku folëm për autorin, rahimahullahu ta'ala, Ebul Wafa Ali ibn Aqil. Folëm për tematikën tonë dhe përmendëm disa çështje apo disa athara të selefëve që kanë bënë me tematikën tonë, gjë që na bën të kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e madhe që posedon morali i muslimanit, etika e duhur, etika e matur dhe etika e bukur. Autori rahimahullah e vazhdon librin e tij me një khuluk madhështor, me një khuluk që secili prej neve në mënyrë të përditshme e vepron, dhe jo vetëm në mënyrë të përditshme, mirë po shumë herë dhe shpesh herë gjatë ditës së tij. E fillon kapitullin e parë, rahimahullahu ta'ala, për selamin, dhënien e selamit, për shëndetjen me selam. Përpara se të lexojmë fjalën e autorit rahimahullahu ta'ala, do të lexojmë disa argumente që tregojnë vlerën e këtij morali madhështor, pra vlerën e selamit në Islam. Do të përmendim disa ajete, do të përmendim disa hadithe. Për shkak se autori rahimahullah në këtë libër, siç e cekëm në parathënie, nuk zgjerohet. Pra, dhe vetë titulli, nga titulli kuptohet që flet për shumë etika në mënyrë të kapitujve. Pra, kapituj të shkurtër për çdo etik, duke cekur disa norma që kanë bëjnë me çdo lloj të moralit që e përmend ai. Kështu ka vepruar edhe me selamin, Allahu më mëshiroft. Pra, flet për vlerën e tij, flet për mënyrën se si bëhet, flet për përjashtime, kur s'duhet bërë dhe kështu me radhë. Andaj, inshallah do të lexojmë disa
ajete dhe hadithe që tregojnë vlerën dhe rëndësinë e madhe që posedon kjo përshëndetje. Dhe më pas inshallah në fund do ta lexojmë fjalën e Ibn Aqilit rahimahullah dhe do ta përkthejmë dhe do ta komentojmë shkurt disa komente të Sheikh Arafatit, Allahu e ruajt, dhe me kaq do ta përmbyllim edhe mësimin ton për sot. Allahu Azza wa Jall në librin e tij në Kur'an e ka përmendur selamin, përshëndetjen me selam shpesh herë. Për këtyre ajeteve është edhe ajeti në surën An-Nur ku Allahu Tebaraka wa Ta'ala thot: "Fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan tayyibah kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Pra kur të hyni në shtëpi, përshëndeteni njëri tjetrin me përshëndetje që vjen nga Allahu, të bekuar dhe të mirë. Kështu Allahu u shpjegon juve shenjat dhe argumentet që të mund të mendoni. Allahu Tebaraka wa Ta'ala e ka quajtur selamin si përshëndetje nga Allahu dhe e ka etiketuar atë si mubaraka dhe tajjiba, si të bekuar dhe të mirë dhe të bukur. Po të ngjajshëm argument kemi edhe në sunnet, në hadith, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, e këshillon atë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç ka bërë zakonisht me Anesin, dhe i thot: "Ya bunayya, idha dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan alayka wa ala ahli baytik." O djalosh, kur të futesh në shtëpi apo tek familja jote, jep selam, nga se kjo do të jetë bereqet për ty dhe për familjen tënde. E ka transmetuar Tirmidhiu dhe e ka bërë apo e ka kategorizuar si hadith të saktë. Pra Allahu Azza wa Jall këtë lloj përshëndetje e quan se është përshëndetje nga Allahu dhe e quan përshëndetje mubaraka dhe e quan përshëndetje tajjiba, pra të bekuar dhe të mirë. Po ashtu Allahu Azza wa Jall në një ajet tjetër të surës Al-An'am thot: "وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ." Pra kur të vinë tek ti ata që besojnë në argumentet tona, thua ju selamun aleikum. Allahu Azza wa Jall i drejtohet të dërguarit të tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: kur të vinë besimtarët tek ti, ata që i pranojnë dhe besojnë në argumentet tona, thua ju atyre selamun aleikum. Zoti juaj ja ka caktuar vetes mëshirën. Kushdo që prej jush bën ndonjë të keqe nga padituria, pastaj pendohet dhe përmisohet, s'ka dyshim se ai, pra Allahu Azza wa Jall, është falës dhe mëshirues. Po ashtu në një ajet tjetër të surës An-Nisa, Allahu Azza wa Jall ka thënë: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Pra kur të përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, kthejeni me më të mirë se ajo apo me të njëjtën. Vërtet Allahu është llogaritës i çdo gjëje. Dhe në ajetin
e radhës të surës e Dhariyat, Allahu Azza wa Jal ka thënë: Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun. Pra, atë ka ardhur lajmi për të ftuarit apo mysafirët e nderuar të Ibrahimit, pra melaiket, kur erdhën melaiket të Ibrahimi, pra dhe i than ati selam, dhe Ibrahimi u aktheu atyre duke thënë selamun qawmun munkarun, pra selam o ju popull i panjohur, nga se nuk i kishte parë fytyrat më herët, me të cilat ishin paraqitur melaiket të kaj. Në ajetin e surës Nur, Allahu Tebaraka wa Ta'ala thot: Ja eyyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Pra o ju që besuat, mos hyni në shtëpi të tjera përveç shtëpive tuaja, derisa të kërkoni leje, pra dhe pasi që t'ju jepet leja, t'ju jepni atyre selam, banorëve të atyre shtëpive. Kjo është më e mirë për ju që të kujtoheni. Dhe Allahu Azza wa Jal pashu në një ajet tjetër, thot, tahiyyatuhum fiha as-salam, apo tahiyyatuhum fiha salam. Flet për banorët e xhennetit dhe thot Allahu Azza wa Jal, përshëndetja e tyre atje është selam, pra selami. Përshëndetja me syre pra në xhennet është selam. Dërsa nga sunneti të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka akoma më shumë argumente se sa në Kur'an, argumente të sakta që na tregojnë neve vlerën e dhënjes dhe shkëmbimit të kësaj përshëndetje madhështore mes muslimanëve. Prej këtyre haditheve është edhe hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ku tregon se një njeri erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: Ejul islami khair? E parashtroi ky person një pyetje duke u drejtuar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Cili është Islami më i mirë? Cili është Islami më i mirë? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Pra i tha se Islami më i mirë është t'u japësh të tjerëve për të ngrënë dhe t'u thuash apo t'i përshëndetësh ata me selam pa bërë dallim a i njeh apo nuk i njeh ato. Pra përderisa të bëhet e qartë se personi me cilin ke të bësh e ke përballë është musliman, aleikum selam, rahmatullah, do me thoni jep ati selam pa marë parasysh a e njeh apo nuk e njeh atë. Përse? Pra për shkak se ky është një rit prej riteve të Islamit, një rit i njohur i kësaj feje, dhe është përshëndetja e këtij populli, pra muslimanëve. Në vijim prej argumenteve prej sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është edhe hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu ku thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Khalaqallahu Adama alaihi salam ala suratihi طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا
Assalamu alejka wa rahmetullah, fazadu wa rahmetullah. Pra në këtë hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu ku thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu azza wa jall e krijoi Ademin alayhi salam në formën e tij, gjatësia e cilit ishte 60 krah. Kur e krijoi atë i tha, shko e përshëndeti ata, pra një grup me laikesh që ishin të ulur, dhe i tha, dhe dëgjo si të përshëndesin, përshëndetja jote do t'jetë edhe përshëndetja e pasardhësve tu pas teje. Dhe ai Ademi alayhi salam shkoi te këto melaike që ishin të ulur dhe u tha Assalamu alaikum, dhe ja kthyen atij këtë përshëndetje melaiket duke i thënë Assalamu alejka wa rahmetullah. Pra dhe kanë shtuar wa rahmetullah, thot Ebu Huraira radhiyallahu anh, dhe hadithi është muttafaqun alej. Po ashtu hadithi i radhës është hadithi i Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ku thot أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصرة الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم. Thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar me 7 gjëra: ta vizitojmë të sëmurin, ta ndjekim gjenazën, pra të shmit el atis, kur dikush të shtin dhe thot elhamdulillah, ti thuash yerhamukallah, ta ndihmojmë të dobtin, ta mbrojmë të shtypurin dhe ta përhapim selamin dhe ta përmbushim betimin, pra ta çojmë në vend. Dhe në hadithin e radhës nga Abu Huraira radhiyallahu anhu ku thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, afshu as-salama bainakum. Pra thot, nuk do të hyni në xhennet derisa të besoni, dhe nuk do të besoni derisa ta doni njëri tjetrin. Aty tregoj diçka që nëse e bëni do ta doni njëri tjetrin, thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe i përgjigjet pyetjes që parashtron vetë ai alayhi salam duke thënë, përhapni selamin mes jush. Pra nëse doni që të shtohet dashnia midis juve, përhapeni selamin midis jush. Dhe në hadithin e radhës nga Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu ku thot, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayyuha an-nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wasallu wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Është një hadith mjaft i bukur nga Abdullah ibn Salam ku thotë, dëgjova të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, o njerëz, përhapeni selamin, ushqeni të tjerët, bani lidhjet farefisnore dhe bëni qiyam natën duke qenë njerëzit në gjumë, do të hyni në xhennet me selam. Pra do të hyni në xhennet me selam, pra falni natën qiyam, do të hyni në xhennet me selam. Dhe së fundmi, hadithi i Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu ku thot, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. Thot 3 cilësi, kush i bashkon ato në veten e tij, e ka përmbledhur gjithë besimin, dhe thot, të jesh i drejt me vetveten,
pra të mos i bësh padrejsi vetes tënde, duke bë zullume mas pari ndaj vetes tënde, duke mos i dhënë Allahut hakun, qëllimin për cilin të ka adhuru, duke mos vepruar mirë dhe kështu me radhë. Pra të jesh i drejt me vetveten, ta përhapi selamin me të gjithë dhe të japësh nga ajo që e posedon edhe kur je në mungesë, edhe atëherë kur ke pak të jesh dorëdhënës. Dhe Ebu Hurajra në një ether transmetohet se ka thënë: "Abkhalun nasi man bakhila bis salam." Njerëzit më kopratës janë ata njerëz që tregohen kopratës për të dhënë selam, pra nuk japin selam. Njerëzit më kopratës janë ata njerëz që nuk e përhapin selamin. Dhe ka shumë atharë të selefëve kur u ka ardhur selami nga dikush tjetër, janë gëzuar dhe kanë thënë dhurat e bukur me vlerë të madhe dhe kështu me radhë. Po ashtu transmetohet se vetë Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma ka thënë: unë shkoj në pazar dhe nuk kam asnjë qëllim tjetër përveç se usellim o yusallemu alej, përveç se që t'jap selam dhe të më japin mua selam njerëzit tjerë. Sheikh El-Uthejmin, Allahu e mëshiroft, ka përmbledhur 4 dobi të selamit, të shkurtra në një audio që e dëgjova në YouTube, dhe ka thënë 4 dobi, do me thonë selami posedon dobi të mdhaja dhe të shumta, nga gjitha këto argumente, gjithë neve na bëhet kjo e qartë, mirë po shejhu shkurtimisht i përmbledh këto 4 dobi mjaft të mdhaja dhe thot: prej dobive të selamit është e para e thawab, pra shpërblimi. Për çdo selam, personi fiton shpërblim për një vepër të mirë, dhe ajo vepër e mirë 10 fishohet, wal hasanatu bi 10 amthaliha, dhe veprat e mira 10 fishohen. E dyta dobi është sebebun lil mahabbati wal ulfa, se përhapja e selamit është shkak për shtimin e dashurisë dhe afrimitetit mes vëllezërve. Dobia e tretë është tamamul iman, plotësimi i imanit. Dhe dobia e katërt është se përhapja e selamit është sebebun li dukhulil gjenneh, pra është shkak që njeriu të hyjë në xhennet. Dhe për këto dobi shejhu argumentohet me hadithin që lexuam më herët, hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, ku thot: i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la tadkhulul jannata hatta tu'minu, nuk do të hyni në xhennet derisa të besoni. Wala tu'minu hatta tahabbu, dhe nuk do të besoni derisa keni dashuri mes veti. Dhe thot: awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, a t'ju tregoj diçka që nëse e veproni do të shtohet dashuria mes juve, pra do të afrohen, do të forcohen lidhjet. Ka thënë alayhi salam: afshu salama bainakum, përhapeni selamin midis juve. Pra këto ishin 4 dobi. E para shpërblimi, që 10 fishohet, është shkak për shtimin e dashurisë dhe afrimitetit mes vëllezërve, pra me të arrihet edhe plotësimi i imanit, dhe së fundmi është shkak që njeriu të hyjë në xhennet. Allahu na bëf gjithë neve prej banorëve të xhennetit. Po, të më thënë, këto ishin disa argumente, disa ajete dhe hadithe që tregojnë vlerën e madhe që posedon kjo përshëndetja e melaike. Për së pari përshëndetje nga Allahu Azza wa Jall, së dyti përshëndetja e melaikeve, së treti përshëndetja e Ademit alayhi salam dhe përshëndetja e Ibrahimit alayhi salam
فدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. I hyn ati me laiket dhe I than selam, dhe ka thënë selam o popull të panjohur. Bile me këtë argumentohet që Uthejmini rahimehullah se lejohet që njeriu t'jap selam vetëm me fjalën selam. Do të thonë pa thënë selamu aleikum. Për shkak se në disa herë ka ardhur në këtë formë në Kur'an. Dhe do të flasim inshallah në vijim për format e selamit. Dhe do të përmendim çka thot Ibn Aqili rahimahullahu ta'ala. Ka thënë autori rahimahullah, faslun, pra kapitull I ri. As-salamu al-mubtada'u yakunu min al-mashi 'ala al-qa'id. Thot rahimahullahu ta'ala, së pari e jep selamin ai I cili është duke ecur atij që është I ulur. Pra personi që është duke ecur I jep selam atij që është I ulur. Wa min ar-rakibi 'ala al-mashi wal-jalis. Dhe I jep selam ai I cili është në mjet udhëtues, pra mbi kal, themi, atij që është I ulur dhe atij që është duke ecur. Pra ka filluar autori rahimahullah të flasë për këtë khuluk mjaft të madh, pra për këtë khuluk që është përshëndetja e gjithë muslimanëve dhe përshëndetja e gjithë pejgamberëve dhe melaikeve, siç tham. Thot Sheikh Arafat, Allahu e ruajt, çdo të thot fjala assalamu aleikum, pra pa hyrë thellësisht në aspektin gjuhësor, përkthimin gjuhës shqipe, veç do me thonja, çdo të thot, Sheikhu thot se dietarët kanë rënë në khilaf se çdo thot fjala assalamu aleikum. Ka prej dietarëve që thonë prej emrave të Allahut azza wa jall është assalam. Andaj dhe vetë kjo fjalë dhe kjo përshëndetje dhe lidhet me emrin e tij. Pra bën dua që njeriu të Sami, ulu vëlla, që të sohë. Po, pra bën dua, aleikum salam, rahmetullah, bën dua pra për tjetrin, që t'i zbres ati mëshirë prej Allahut azza wa jall, t'i zbres ati mbrojtje prej Allahut azza wa jall, dhe çdo gjë që është në brendësinë dhe thellësinë e këtij emri të Allahut azza wa jall, e këtij emri të patëmet të Allahut azza wa jall. Thot Sheikh Arafati, pra në këtë rast, kuptimi është nezalet al-barakatu aleikum. Sikur se të thot njeriu, zbrit bereqeti mbi ju. Pra çdo bekim nga Allahu azza wa jall, zbrit mbi ju. Nga se Allahu azza wa jall, sikur se ka ardhur në hadith, fa huwa as-salam wa minhu as-salam. Allahu azza wa jalla është vetë es-salam dhe prej tij vjen es-salam, pra çdo mbrojtje, çdo mëshirë, çdo bereqet, çdo begati dhe kështu me radhë. Ka prej dietarëve që kanë thënë jo, për qëllim në përshëndetje nuk është kjo. Nuk është për qëllim pra emri I Allahut, mirë po për qëllim është fjala es-salama. Pra emri masdar es-salam vjen nga fjala es-salama, që do të thot pra që njeriu të jetë I shpëtuar dhe I ruajtur nga çdo e keqe që mund t'i ndodh atij dhe çdo e urryer dhe diçka që nuk e kënaq atë. Mirë po Ibnul Qayyim rahimahullah ka thënë se e vërteta dhe mendimi I saktë në këtë çështje është që bashkohen që të dyja. Të dyja mendimet janë të sakta, pra kur thuat I selam, edhe bën dua që me zbrit mbi atë person bereqet nga Allahu, mëshirë, mbrojtje dhe kështu me radhë, edhe aspektin tjetër që është sikurse përshëndetje, pra uron që ky person pra tjetë I mbrojtur dhe të mos I ndodh asgjë e keqe. Thot rahimahullahu ta'ala walibtida'u bihi sunnah, që njeriu të jap fillimis selam është sunna. Pra,
përgjigja ndaj selamit është obligim, mirë po që njeriu të fillojë me selamin është sunnah, bile edhe është sunnet i fortë. Thot wa idha sallama al-wahidu min al-jama'ati al-mushah aw ar-rukkab ajza'a 'an al-jama'a. Nëse kemi një grup njerëzish që janë duke udhëtuar në ecje në këmbë apo janë në një mjet udhëtues ata, apo me disa mjete, do me thonë kuptimi figurativ është që nëse kemi një shumës njerëzve që udhtojnë bashkë dhe takojnë dikë gjatë rrugës dhe njëri prej këtyre i jep selam këtij personi, assalamu alaikum, thot Ibn Aqili rahimahullah, kjo mjafton për gjithë tjerit. Pra nuk ka nevojë që secili prej atij xhamatit i shkojë këtij personi dhe t'i thotë selam aleikum, selam aleikum. Do me thonë mjafton që njëri prej atyre, do me thonë se zakonisht e bën ai që është më plak, që ka më shumë pozitë, që ka më shumë dije dhe kështu me radhë. Pra nëse ndodh që prej një xhamati njëri ta jap selamin ndaj dikujt, kjo mjafton. Edhe e kundërta, nëse vjen një person, mi po kemi shumë njerëz të ulur dhe jep selam dhe e kthen selamin njëri, thot kjo është e mjaftueshme, nuk është e patjetërsueshme që secili prej atyre t'ja kthej atij selamin. Pra kjo normë hyn pa marrë parasysh a jep selamin apo e kthen atë. Pjesa tjetër që flet Ibn Aqili rahimahullah rreth selamit është mënyra se si shqiptohet selami, si thuhet, si jepet selami. Dhe thot wasifatu selami salamun aleikum. Pra, mënyra se si thuhet selami është që të thot njeriu salamun aleikum. Dhe ka khilaf midis dietarëve se cila është forma më e mirë për të thënë selam. Gjithë ata bien dakord se njeriu i ashton wa rahmetullah është më e mirë dhe se nëse njeriu i ashton wa barakatu është akoma më e plotësuar, mirë po të themi për këtë minimumin, forma e saj, si duhet jetë. Dietarët kanë rënë në khilaf. Ka prej tyre që thonë se mënyra ma e sakt është që njeriu t'i bëj tenkir fjalës selam. Pra ta bëj në formën e pasquar, sikur se ka përmend Ibn Aqili rahimahullahu ta'ala, pra selamun aleikum. Dhe ka prej dietarëve që kanë thënë se forma më e mirë e selamit është që njeriu të thotë assalamu aleikum në formë të squar. Mirë po, nëse e hulumtojmë çështjen, thotë Sheikh Arafati, figuron që të dyja janë të lejuara, ka se kemi argumente të sakta ku në Kur'an dhe në Sunnet kanë ardhur në të dyja format, në formën e ta'rifit, ma'rifes pra, në formën e squar dhe po ashtu në formën e pa squar. Dhe thot Ibn Aqili rahimahullah wasifatu raddi wa aleikum salam. Dhe mënyra se si kthehet selami është që njeriu thot wa aleikum salam. Edhe këtu dietarët kanë rënë në khilaf dhe shumica janë të mendimit se lejohet që njeriu ta thot pa wow. Aleikum salam. Mi po ma mira është me wow. Edhe lejohet që njeriu ta thot fjalën selam në formën e pasquar wa aleikum salam. Dhe lejohet një formë tjetër, do me thonë, që përmendëm tek hadithet që lexuam më herët, kur personi apo dikush thot assalamu aleikum, të lejohet që t'ia kthesh atij përgjigjen duke i thënë assalamu aleikum wa rahmatullah. Pra në mënyrën e njëjtë sikurse e jep atë në fillim. Po. Thot Ibn Aqili rahimahullahu ta'ala والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته. Shtimi i preferuar në selam është që njeriu të thot wa rahmetullahi wa barakatuh wa la yustahabbu ziyadatu ala dhalik. Dhe nuk ka diçka tjetër që është mustahab mbi këtë.
nuk ka diçka tjetër që është mustahab mbi këtë. Dhe thot, wa yustahabbu wa rahmatullah li yatruka lil mujibi ziyadat al ma'mura biha. Biles thot preferohet që kur njeriu jep selam, të mos shkojë edhe shumë lart me përshëndetjen. Pra thot, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pra kjo preferohet. Përse? Që t'i lesh hapësirë vllaut tënd të ta kthej selamin me më të mirë. Sikur se ka ardhur në Kur'an, fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, pra dhe përshëndetni përshëndetje të njëjtë sikur ajo, më të mirë sa ajo, apo të njëjtë sikurse ajo. Pra dhe thot andaj preferohet që të thot njeriu wa rahmetullah dhe të ndaloj që t'i jap mundësi atij që i përgjigjet selamit për t'i ashtuar diçka më shumë, dhe ajo është thot hiya qawluhu wa barakatuh, pra t'i ashtoj fjalën wa barakatuhu, në këtë rast bi ahsana minha aw raddiha, pra t'ja jap shansin që t'ja kthej ai përshëndetje me më të mirë, apo të paktën pra nëse thot edhe wa barakatuh, t'ja kthej atij me të njëjtën. Edhe këtu kemi një çështje khilafie mes dietarëve. Pra na bëhet e qartë nga mendimi apo nga ajo që ka thënë Ibn Aqili rahimahullahu ta'ala, thot, dhe nuk ka diçka tjetër pra ma shumë se wa barakatuh. Mirë, po nëse shikojmë në sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka hadithe, ka ndodhime sahabëve, ka athara të ndryshme, ku të parët ton kam përdorur edhe wa rahmetullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Ja kanë shtuar selamit edhe një dua tjetër, një ura tjetër që është wa maghfiratuh. Shumica dietarëve janë të mendimit se nuk shtohet diçka tjetër pas fjalës wa barakatuh. Njeriu mjaftohet me këtë. Mirë, ka prej dietarëve që këto hadithe që shumica dietarëve i llogarisin për dobët, u ka dalë ndonjë hadith i saktë dhe kanë vepruar me të. Prej tyre është edhe Sheikh Al-Albani, Allahu mëshiroft. Mirë, po shumica janë të mendimit se gjitha ato hadithe ku ka ardhur shtesa wa maghfiratuh janë hadithe të dobta. Biles e përforcon këtë, apo i përforcojnë këto mendimet, themi, këto llogaritje tyre haditheve se janë të dobta, disa athare të selefëve. Sikur se athari i Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, ku njërit i ka dhënë selam dhe ja ka kthyer wa rahmetullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh, dhe ka ndaluar ai radiallahu anhuma që t'i ashtoi fjalën wa maghfiratuh. Njëjtë ka ardhur dhe transmetohet një ather që është i saktë nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, ku thot, inna salama intaha ila al-baraka. Selami përfundon tek bereqeti, al-baraka, tek fjala barakatuh. Pa njëjti ka ndodhur Abdullah ibn Abbasit, ja ka kthyer diku selamin me maghfiratuh, e ka ndaluar nga kjo vepër dhe ka thënë selami përfundon te fjala wa barakatuh. Thot Ibn Aqili rahimahullah, wa idha sallama thumma hala bejnahu wa bejna man sallama alayhi shajaratun au jidarun thumma iltaqaw adat sunnetu salam. Pra nëse janë përshëndetur midis tyre dy njerëz dhe më pas duke ecur i kanë ndarë ata një pemë apo diçka tjetër sikurse një mur, dhe i bashkon rruga prap së bashku, kthehet vendi dhe sunneti për të dhënë prap selam ndaj njëri tjetrit. Thot, kështu vepronin sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot më pas rahimahullahu ta'ala, wa yukrahu salamu ala shawabin nisa. Urrehet që njeriu t'u jap selam grave dreja. Pra nëse dikush rastis në rrugë me një grua të re, dhe dietarët thonë të bukur, të pamartuar, e përshkruajnë këto në forma të ndryshme,
Gjitha lidhet pra nëse ekziston fitne. Është një burr i huaj me një gru tjetër të huaj dhe mund të ekzistoj fitne midis tyre, atëherë thot urrehet që njeriu t'u jap grave të reja pra selam. Fa inna dhalika yajlubu jawabahunna wa samaa aswatihinna wa asahu yajlubu al-fitna. Thot Ibn Aqili rahimahullah me një fjalë mjaft të bukur, përse urrehet që njeriu t'u jap selam grave të reja, thot për shkak se dhënia e selamit tërhek përgjigje nga ata dhe shkakton dëgjim të zërit të tyre dhe ndoshta mund ndodh kjo që t'jetë fitne për burrat. Wa kam min sautin jarra hawan wa ishqa. Thot sa herë ka ndodhur që zëri e ka tërhekur njeriu në zvarr, në epsh dhe në diçka të ndaluar, pra në dashuri haram. Thot wala ba'sa bis salami ala al-ajaizi wal barizat. Aleikum salam. Thot dhe nuk ka gjë që njeriu t'ju jap selam grave që janë plaka, pra janë në pleqëri, apo janë barizat, pra janë gra që janë të dukshme, me përkthy kuptimin, me përkthy fjalën ashtu sikur se e ka përmendur Ibn Aqili rahimahullah. Cilat janë këto gra që janë barizat? Zot thot kjo se këta gra nuk janë të ndershme. Mirë po janë gra cilat nuk kanë dikë në shtëpinë e vete që të kujdeset për çështjeve e shtëpive të tyre, andaj dhe detyrohen që të shkojnë treg, detyrohen që të blejnë ushqim, dhe në momentin që shkojnë dhe blejnë ushqim tek dikush, tek një tregtar, ai detyrohet, është i imponuar që të flas me të. Në këtë rast thot Ibn Aqili rahimahullah, pra lejohet dhe thot nuk ka gjë që njeriu t'i jap selam grave në pleqëri, pra dhe atyre që hynë në këtë kategori. Thot për shkak se këto gra detyrohen dhe kanë nevojë për të dhënë selam dhe për ta kthyer atë, për të kryer pra obligimet e tyre ditore. Dhe thot së fundmi rahimahullahu ta'ala wala ba'sa bis salami ala as-sibyan, dhe nuk ka gjë që njeriu t'ju jap selam të vegjelve, ta'liman lahum lil adab wa tahbiban li husni al-khuluq wa tadriban ala husni al-mu'ashara, pra për t'u mësuar atyre edebin e sakt, për t'u bërë të dashur atyre etikën e bukur dhe për t'i ushtruar ata se si duhet shkëmbejnë biseda dhe të sillen mirë me njerëzit. Wa yustahabbu as-salam 'inda al-insiraf, po ashtu është mustahab që njeriu kur largohet të jap selam, ashtu njëjtë sikur se është mustahab që ai të jap selam gjatë hyrjes së tij. Mirë po cila prej tyre ka më shumë rëndësi, thot Ibn Aqili rahimahullah, wa ad-dukhulu ashaddu istihbaban, pra që njeriu të jap selam kur hyn dhe kur takohet fillimisht me dikë, është më mustahab se sa të jap selam kur largohet ai. Pra kjo apo ky ishte kapitulli që flet mbi selamin dhe mbi disa norma të shkurtra që kanë të bëjnë me të. Në mënyrë të shkurtër të bukur, ai Ibn Aqili rahimahullah i ka përmbledhur gjitha këto norma që kanë të bëjnë me këtë përshëndetje të melaikeve nga Allahu Azza wa Jall, të përshëndetje të pejgamberëve dhe të gjithë njerëzve besimtar dhe sot tek kësaj dite pra përshëndetje të muslimanëve. Elusim Allahun Tebaraka wa Taala që na bëj prej atyre që çdo edep që mësojmë së bashku ta përdorim për hir të tij, dhe lutim Allahun Tebaraka wa Taala që të na shtojë gjithë neve dashurinë për hir të tij dhe të na bashkojë gjithë neve në xhenetet e tij. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.